6 sfera metalike dalin në një plazh të Australisë. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të mos i prekin. Autoritetet në Australi kanë nisur hetime për të përcaktuar prejardhjen e 6 sferave të mëdha metalike që u shfaqën gjatë fundjavës në plazh në veri të rajonit Queenslandit. Dyshimet fillestare sugjerojnë se ato mund të jenë mbetje të një rakete hapësinore rikthyer në atmosferën e tokës. Zbulimi i objekteve u bë nga banorë të zonës, të cilët lajmëruan menjëherë shërbimet e emergjencës. Më pas në vendngjarje shkuan ekipe zjarrfiksisht të veshur me kostume mbrojtëse për materiale të rrezikshme, ndërsa policia ngriti një perimetër sigurie prej 50 metrash rreth secilit prej objekteve. Sferat u futën në fuqit posaçme për transportin e materialeve që mund të paraqesin rrezik. Sipas Agjencisë Australiane të Hapësirës, pozicioni ku u gjetën dhe tiparet e këtyre objekteve përputhen me mbetje të një trupi raketor që ka hyrë së fundmi në atmosferën e tokës. Megjithatë, ende nuk është konfirmuar se cilës raketi përkasin, ndërsa verifikimet po vijojnë në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare. Për arsye sigurie e qytetarëve, u është bërë thirrje të mos i prekin këto sfera dhe të kontaktojnë menjëherë shërbimet e emergjencës në rast se hasin objekte të tjera të ngjashme. Gjatë kësaj kohe në internet kanë qarkulluar aludime se sferat mund të jenë rezervuar të anijeve kozmike të cilët mund të mbajnë lëndë djegëse ose substanca reaktive.